Sot kemi me folë për një aferë korruptive, pra dyshimet janë të nalta për një skandal që ka ndodhur brenda Ministrisë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e cila udhëhiqet prej ministres në detyrë Rozeta Hajdarit, edhe zyrtarëve tjerë që janë përfshirë në këtë skandal. Gjithashtu e kemi edhe një vendim të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, edhe qysh Minti, kena me dëshmu gjatë videos, qysh Minti nuk e ka respektu këtë vendim. Pra kanë vazhdu me dhënë parë për një kompani për cilën Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka vendosur me anulu tenderin. Kështu aferat korruptive dhe veprimet e jashtëligjshme që ngrisin dyshime për vepra të ndryshme kriminale nga zyrtarët shtetëror, tashmë po dihet që janë bërë normalitet në Kosovë. Sot kena me folë për Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e cila kishte shpallur fitues të një tenderi me vlerë rreth 8 milion euro një kompani, tender ky që pastaj kishte marrë vëmendjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit pas një ankese që është dorëzuar në këtë agjenci. Në tetor të vitit 2024, fitues i tenderit milionësh ishte shpallur grupi i operatorëve që kishte lider kompaninë Kema Kompani. Pra bëhet fjalë për tenderin ndërtimi infrastrukturës në parkun industrial, pra të shpallur prej Mintit. Në komisionin vlerësues të Ministrisë së Industrisë, e cila kishte vlerësuar se Kema Kompani kishte plotësuar të gjitha kushtet për me u shpall fituesi i këtij tenderi, antare e komisionit ishte edhe një zyrtare me emrin Sajide Sadiku. Pikërisht kjo zyrtare dyshohet se ka ndikuar që Kema Kompani të shpallet fituese e tenderit, duke ditur se kjo përbënte shkelje të ligjit, pasi që vetë Sajide Sadiku kishte qenë e angazhuar me punë në këtë kompani, pra ka punu më herët për këtë kompani cilën e kanë shpall fitues. Përveç se kishte kryer personalisht shërbime për Kema Kompanin, në kohën që komisioni vlerësues i ministrisë kishte dhënë dritën e zelbërt që Kema Kompani ta fitonte këtë tender, në po të njëjtën kompani kishte qenë duke punuar edhe bashkëshorti i Sajide Sadikut, Dituror Sadiku. Ani pse vetë kishte kryer shërbime për Kema Kompanin, ani pse aty i ishte punësuar edhe bashkëshorti i saj, kjo nuk e ka penguar Sajide Sadikun, por edhe hierarkinë brenda Ministrisë së Industrisë që të shkelin me dy këmbë ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ta shpallin fitues Kema Kompanin edhe të fillonin ekzekutimin e pagesave për ta. Ne do të sqarojmë procedurën se si Sajide Sadiku ishte punësuar në ministri, ku në CV-n e saj e ka bashkangjitur edhe një rekomandim prej Kema Kompanisë, e cila ka konfirmuar se Sajide Sadiku ka punuar në këtë kompani, pra Kema Kompanin, nga viti 2018 edhe vazhdon të kontribuojë në këtë kompani si bashkëpunëtore e jashtme, pra njëjtën kompani ku ka punuar edhe bashkëshorti i Sajides. Fillimisht po shfaqim zgjedhjet e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Në vendimin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, që mban datën 8 tetor të këtij viti, konstatohet se ekziston konflikt interesi për zyrtaren Sajide Sadiku, zyrtare për zhvillim të zonave ekonomike në Agjencinë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, e cila funksionon edhe mbikëqyrët prej Ministrisë së Industrisë. Pasi që e njëjta në cilësinë e antarës së komisionit vlerësues, pra Sajide Sadiku, ka marrë pjesë në vendimarrje për vlerësimin e ofertave në tenderin ndërtimi infrastrukturës në parkun industrial, ku fitues ishte rekomanduar grupi operatorëve ekonomik në krye me Kema Kompanin. Kjo kompani, sipas vendimit, njëkohësisht ka qenë punëdhënës i zyrtares Sajide Sadiku dhe i bashkëshortit të saj Dituror Sadiku, duke rënë ndesh me dispozitat e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit kishte marrë vendim që kjo kontratë anulohet dhe gjithashtu të iniciohet procedurë disiplinore ndaj zyrtares Sajide Sadiku për shkelje të ligjit. Por Minti nuk e ka respektuar vendimin e agjencisë në këtë rast, ani pse kopja e vendimit i është dërguar edhe ministres Rozeta Hajdarit, por edhe Zev Dedajt, që është ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të KIES-as, e cila është agjenci pra që vepron në kuadër të Mintit. Përkundrazi, sipas informacioneve tona, po edhe qyshe dëshmon kjo flet pagesë, vetëm disa ditë pas vendimit të agjencisë, Zev Dedaj në bashkëpunim me Gent Berishën, pra personi autorizuar për pagesa, e nënshkruajnë edhe autorizojnë edhe një pagesë mbi 300.000 euro ndaj Kema Kompani, ani pse ishte marrë vendim për anulimin e kësaj kontrate. Krejt këto veprime kanë ndodhur duke neglizhuar totalisht vendimin e agjencisë për anulimin e kontratës, bazuar në krejt këto veprime dhe dokumente zyrtare. Ky rast përbën konflikt të pastër interesi dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, por edhe shkelje të rëndë të detyrës publike nga disa zyrtarë të Mintit dhe KIES-as. Ani pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga vendimi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Mint dhe KIES-a nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim disiplinor ose administrativ
administrativ deri më tani. Përkundrazi me nënshkrimin e pagesës prej mbi 300.000 eurove, duket se Ministria qëllimshëm e ka favorizu drejt për drejt operatorin ekonomik Kema Kompani. Ky rast është skandal në vetin, ndërkaq përgjegjësi duhet të japin normalisht hierarkia e mintit. Rozeta Hajdari si ministre në detyrë, e cila nuk ka reagu as pas vendimit të Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, pastaj Zev Dedaj, i cili është ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të Kiesas, i cili e ka emëruar kundërligjshëm Sajide Sadikun në komisionin e tenderit dhe i njëjti ka nënshkruar pagesën për mbi 300.000 euro pas vendimit të APK-s. Mirsad Simnica pastaj ka qenë kryesuesi i komisionit të tenderit, i cili e ka leju me vetdije përfshirjen në komision të një antare që ka qenë dukshëm në konflikt interesi me një prej kompanive që kanë ofertuar, pra me Kema Kompanin. Përkundrazi e ka leju rekomandimin e kompanisë Kema Kompani, duke marrë parasysh këtë konflikt interesi mes antarës së komisionit Sajide Sadikut. Pastaj vjen edhe Gen Berisha, zyrtari autorizuar për pagesa, i cili e kishte ekzekutuar pagesën për Kema Kompanin me 14 tetor, pra disa ditë pas vendimit të APK-s për anulimin e tenderit. Gjithashtu, përgjegjësinë në këtë rast duhet me jep edhe vetë Sajide Sadiku, e cila nuk është tërhequr nga komisioni vlerësues, duke parë se ka konflikt interesi me Kema Kompanin. Kjo është obligim ligjor, pra për ata që punojnë në prokurim e din këtë çështje. Për informacion, Sajide Sadiku ishte punësuar në Mint me 24 nëntor të vitit 2023 me një kontratë mbi vepër për 6 muaj, e cila pastaj i është vazhduar edhe për 6 muaj të tjerë me kontratën angazhimi një inxhinieri në Kiesa. Punësimi i Sajide Sadikut ishte miratuar nga vetë Zev Dedaj, atëherë ka qenë drejtor i përgjithshëm i Kiesas, por pa mandat të rregullt ligjor, i cili e ka pranuar që një punëtore prej një kompanie private me armë u punësu si zyrtare publike pa kalu filtrat standarde të konfliktit të interesit dhe deklarimit të pasurisë, pasi ishte hapur tenderi për ndërtimin e infrastrukturës në parkun industrial. Një zyrtar i prokurimit e ka kërkuar, pra për me kallëzu pak kronologjin, një zyrtar i prokurimit ka kërkuar prej Zev Dedajt emërimin e komisionit të vlerësimit të ofertave, edhe Zev Dedaj i ka propozuar komisionin në krye me Mirsad Simnicën, e ku antare ka qenë edhe Sajide Sadiku. Sajidja pastaj nuk ka treguar se ka konflikt interesi me Kema Kompanin. Ky rast tregon një rast tjetër skandaloz dhe shkelje flagrante të ligjit edhe mos respektim të vendimeve nga Agjencia për parandalimin e korrupsionit. E tash i mbetet prokurorisë që me hetu këtë rast matutje.